Bashkia e Kukës zhvilloi një dëgjesë publike me përfaqësues të komunitetit të biznesit për diskutimin mbi paketën fiskale dhe ndryshimet e parashikuara në taksa për vitin 2026. Kryetari i Bashkisë Kukës, Alberta Lile, u shpreh se fokusi kryesor për vitin e ardhshëm do të jetë ndërhyrja në përmirësimin e infrastrukturës në qytet dhe në njësitë administrative. Është ndërhyrë nga ana bashkisë, kemi një sër investimesh për të kryer në vitin 2026. Dhe të ardhurat që realizohen nga paketa fiskale implementuar në Bashkinë e Kukësit do jenë në ndihmë të këtyre investimeve për të përmirësuar jetën social-kulturore në Kukës dhe infrastrukturën e cila lë për dëshiruar kryesisht në njësitë administrative. Sipas tij, paketa fiskale do të kombinohet në mënyrë të tillë që të ndihmojë bashkinë në realizimin e investimeve të nevojshme për zhvillimin e zonës dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Nevojat për ndërhyrje për të përmirësuar infrastrukturën në qytet dhe njësitë administrative, ne kemi koordinuar këtë paketë fiskale për të plotësuar dhe për të ardhur në ndihmë bashkisë në realizimin e investimeve. Ndërkohë, drejtori i tatim taksave në Bashki, Përparim Guri, prezantoi tarifat dhe taksat e planifikuar për vitin 2026, duke theksuar se paketa fiskale është ende në proces hartimi dhe nuk ka marrë formën përfundimtare. Janë përjashtuar nga taksat dhe tarifat familjare, kryefamiljarë janë invalid të punës, invalid të luftës, veteran lufte dhe familjet të dëshmorëve të atdhëut. Familjet që kanë në përbërje të tyre të verbër të sëmurë, paraplegjik dhe tetraplegjik. Rrugat bujqësore që mbillen me kultura dhe dru frutore, vrishtari për 5 vitet e fundit. Çfarë do të paguajnë një biznes? Taksat bazë, taksat mbi pasurinë e palutshme, taksat e tabelës, tarifa e pastrimit, tarifa e qelprimit, taksat e tjera sipas llojit të aktivitetit, taksa e ndikimit në infrastrukturë, vetëm në momentin e ndërtimit të një objekti të ri. Taks për zonën e hapësirës publike, taksa hotelet, tarifa parkimit, të tjera tarifa sipas shërbimeve që merren nga bashkia. Çfarë do të paguajnë familjarët? Taks mbi pasurinë e palutshme, tarifa e pastrimit, tarifa e qelprimit dhe ndëshimit. Kategoritë e ndërtesave troll dhe kategori tokë bujqësore, kategoria biznes dhe familjare. Ndërtesa biznes. Është 125 lekë për metër katror. Ndërtesë familjar është 22 lekë për metër katror. Troll biznes është 12 lekë për metër katror. Troll familjar është 0,14 lekë për metër katror. Tokë bujqësore është 0,14 lekë për metër katror. Tarifat e biznesit. Biznesi i madh, tarifë pastrimi është 80.000 lekë treja, biznesi i vogël është 7.000 lekë treja, ndriçimi është 5.000 lekë treja, biznesi i vogël 2.000 lekë treja, gjelbrimi është 5.000 lekë, biznesi i madh 3.000 lekë, biznesi i vogël, miniera het, pastrimi është 150.000 lekë treja, 15.000 lekë, biznesi i vogël, ndriçimi është 5.000 lekë treja, 5.000 lekë, biznesi i vogël, gjelbrimi 5.000 lekë, biznesi i madh 5.000 lekë, biznesi i vogël. Dëgjesa publike u ofroi bizneseve mundësinë për të shprehur mendimet, sugjerimet dhe shqetësimet e tyre, duke kontribuar në hartimin e paketës fiskale për vitin 2026 në funksion të zhvillimit ekonomik vendor dhe krijimit të një klime sa më mbështetëse për biznesin dhe familjet kuksiane.